Greti ka pasur ndryshimin në qeverinë shqiptare ku kryeministri Rama ka shkarkuar, po themi Belinda Ballukën, zëvendës kryeministrin dhe ministrin e infrastrukturës. Si e shikoni këtë lëvizje të zotit Rama? Nga besoni që është ajo e duhura në këto kushte, apo thjesht ishte një lëvizje sa për të kënaqur për momentin interesat e të cilëve kërkonin kokën e zonjës Balluku? Shikoni, e di që ky krahasimi që do të bëj tani është krahasim të jetë qesharak, sepse nuk ka asnjë lloj krahasimi midis strukturave të shtetit amerikan dhe strukturave të shtetit shqiptar. Shteti shqiptar është një shtet hajnash, është një shtet i kontrolluar nga sindikata ndërkombëtare e krimit, është një shtet që nuk kërkon të shërbejë shqiptarëve, jo vetëm nuk i shërben, po as nuk e ka synim që të shërbejë shqiptarëve, ka vetëm synim që të shërbejë klikës hajne, e cila sundon në qeveri këto 3 mandate e gjysmë, që po bëhen 4, dhe klikës opozitare, e cila ka vjedhur në kohën e vet dhe tani mendon që do të vijë një herë tjetër, ose ëndërron që do të vijë një herë tjetër të vjedhjet e ca më tepër, por gjatë kësaj kohe dhe ata nuk kanë dalë keq, sepse kanë marrë thërrimet e kësaj mazhorance dhe ata. Pra, kjo lloj klike, kjo lloj parie antishqiptare e kapur në të gjitha anët, që nuk i shërben shqiptarëve, është pengesa kryesore dhe nuk ka krahasim me këtë që do të bëjmë, po do ta bëj krahasimin gjithsesi. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës sapo u shkarkua nga presidenti ajo që është ministre e migracionit, nëse do ta përkthenim shqip, e sigurisë kombëtare dhe migracionit. U shkarkua për një gabim të vogël gjatë disa raportimeve në Kongres, pra në një nga këto komisionet hetimore, siç i quajmë ne në Shqipëri, nuk bëri figurë të mirë, doli jo fort mirë dhe vetë senatorët republikanë nuk ishin të kënaqur me performancën e saj, me atë që ajo tha atje dhe se si i shpjegoi disa fenomene, për kaq u shkarkua. Në Shqipëri, ministra dhe kryeministra janë të implikuar në vjedhje prej 1.3 miliard dollarë zonja Balluku, por cilat i ka bërë me firmën e kryeministrit sigurisht. Rrugët e sapo ndërtuara shemben nën trysninë e ujrave. Çdo gjë që ndërtohet ka 30 defekte. Çdo gjë që ndërtohet ka kosto 30 fishe, sepse përfitojnë atë gjitha llojet e palëve, nga ai që jep lejen mjedisore e deri tek ministri që firmon tenderin. Të gjithë kanë marrë pjesën e tyre. Pra në një sistem të tillë, në Shqipëri quhet fitore, kur jo shkarkohet, jo arrestohet, jo i jepet mundësia për të arrestuar Hajni, por Hajni del në konferencë për shtyp dhe thotë që unë u largova vetë sepse jam i ndershëm, sepse unë nuk kam asgjë. Domethënë është, po të ishte portokalli do të qeshnim, ose Alpazar, se cili do nga këto programet humoristike, se s'po duhet të jem në favor të njërit apo tjetrit. Do të qeshnim. Mirë, po ky është realiteti shqiptar dhe nuk mund të qeshim dot, kjo është për të qarë, jo për të qeshur. Nga ana tjetër, të gjithë këta që bërtisnin Tiki, Belinda, vazhdoi Belinda, tani kanë ngelur pa municion. Pse? Sepse këta janë vetë në për ato tendera, këtyre ju del vetë emri, këta s'mund të as ta përqafojnë Spakun ose veprimtarinë e Spakut, sepse e dinë që e kanë smunën 7 thohet në Shkodër, e kanë brenda të keqen, se janë hajna vetë, janë hajdut vetë, janë njerëz pa asnjë lloj pik karakteri dhe pa asnjë lloj dashurie për popullin e tyre. Prandaj këta riciklohen me njëri tjetrin, janë po të njëjtët njerëz, janë po të njëjtët spion të kapur nga disa lloje shërbimesh tuaja. Jo më kot u zbulua që një ambasadë në Berlin ne pas kishim një shtetas të 3 fisht, i cili është dhe shtetas rus. Ky ishte i punësuar i shtetit tonë në Berlin. Nuk ka një shtet në botë që të mos bëhet qesharak me këtë. Në Shqipëri ne jo vetëm që nuk e quajmë veten qesharak me këtë lloj shteti, me këtë lloj shteti karagjoz, i kapur nga të gjitha llojet, ose ministri i jashtëm bëhet një njerëz i cili ka humbur laptopin në New York. Profesionalisht i ngritur nuk kam asgjë kundrejt asaj, po problemi është që kur ishte në New York ka humbur laptopin e sigurisë, me informacionet e klasifikuara. Në çdo vend botës këta njerëz futen në vëzhgimin e kundër spionazhit. Pra, kundër spionazhit janë ato rrjetet që kapin spionët e huaj brenda vendit. Në Shqipëri promovohesh, bëhesh ministër i jashtëm. Urime, kaloft sa më mirë, bëft sa më mirë, po unë nuk mendoj që kjo i shërben Shqipërisë, kjo është një shtet qesharak, një shtet karagjoz, një shtet që nuk do të pranojnë asnjë vend botës.
do ishte turp ta qonim i botës tretë lloj shteti për strukturat që ka, sepse as bota tretë nuk i pranon. Kreti duhet të pyes dhe për një ngjarje që ka lidhje me disa protesta që po zhvillohen në rrjoll të Shkodrës ndaj një ndërtimi atje, dhe ndërtimi po realizohet nga një oligark dhe konkretisht Bashkim Ulaj. Si e shikoni këtë përplasje të banorëve dhe a ju vjen keq që në një përplasje mes banorëve dhe një kompanie private shteti shkon e mban po themi anën e oligarkut, nuk mban anën e po themi qytetarëve? Tani po më kërkon që të bëj një paradoks me atë që thash para 2 sekondash. Unë sapo t'u shpreha që sipas meje, shteti shqiptar është një shtet karagjoz dhe mua nuk më habit fare që është në favor të oligarkut, sepse siç thash, për atë rrugë që i është dhënë, se nuk duhet të merrem as me personin fjalë, nuk është i vetmi ai, janë shumë. Në qoftë se merremi vetëm me Bashkim Ulen, jemi duke i shërbyer Parisë Tiranës. Paria e Tiranës ndoshta ka vendosur që t'i shërbej njerëzve në pjat Bashkim Ulajn si personit tek i cili duhet kemi urrëtitjen. Jo. Urrëtin duhet ta kemi tek Paria e Tiranës. Unë i bëj thirrje të gjithë atyre që të cilëve ju merren të drejtat me dhunë nga shteti dhe nga oligarkët, që t'ju agjejnë shtëpinë shtetarëve që kanë dhënë tenderin, t'ju agjejnë shtëpinë Bashkim Ulajt, t'ju agjejnë shtëpinë jo vetëm bashkimit, po të gjithë tjerëve, siç thash, nuk duhet të ndaj atë nga të gjithë tjerët. Gjithë çka janë Sali Llari, Çeti, e të tjerët, t'ju agjejnë shtëpia, t'ju agjejnë ku i kanë dhe të shkojnë t'i bëjnë protestat atje. Pra t'ju a bëjnë çmimin e pa pranueshëm këtyre që luajnë me jetë njerëzish. Unë nuk e di çështjen e rriollit, nuk e di se sa reale është protesta, nuk e di se nuk i njoh detajet, kështu që nuk mund të flas me kompetencë për një diçka të cilën nuk e njoh nga afër. Jo, thjesht vetëm për të dhënë një indicje, vetëm për të dhënë një indicje. Po themi, si shpjegohet që ai personi i cili presupozohet se ka tokën, pra ai që thot kam tokën dhe ja ka dhënë Bashkimi Ulajt, ka qenë drejtor hipoteke dhe toka që ka ai është gati sa gjithë toka që kanë banorët e tjerë të rriollit. Pra, që nga kjo nisi që duke qenë drejtor hipoteke, mendoni që ai s'ka bërë asnjë lloj allizhverishi dhe se del ai pikërisht me aq tokë ka gjithë banorët e tjerë. Ju lejohet që të ngrini pikpyetje dhe të bëni pyetje spekulative në kuptimin që jo spekulative në kuptimin e keq të fjalës, por në kuptimin që prit mos se nuk del shpjegimi. Mua, nëse keni thirrur për analizë, më duhet të qëndroj fakteve dhe nuk mund të bie pre e spekulimeve të tilla. Me logjik, unë jam dakord me ju, me logjik është kështu siç thoni ju, po unë nuk mund ta shpreh si fakt një gjë të tillë, sepse pastaj do të bëhesh si gjithë banorët e Big Brotherit madh të emisioneve të darkave, të cilët bëjnë këtë punë, dalin me anë të argumenteve spekulative dhe thonë gjëra çfarë thon sot nuk e thon pas 2 ditësh. Unë dua të jem konsistent në këtë që them dhe dua të qëndroj asaj standardit tim. Standardi im është që unë nuk i kam të gjitha faktet, nga ajo që duket ju keni të drejtë, nga ajo që duket banorëve të rriollit po ju bëhet një padrejtësi nga njerëz pa skrupull, por edhe pra unë doja ta zgjeroja më tej. Në çdo rast ku banorëve ju merret prona, në çdo rast ku ju cënohen të drejtat, në çdo rast ku ju ka shkuar thika në asht, siç thot populli shqiptar, le të mos merren thjesht me pronën edhe me tokën e tyre. Të mbrojnë tokën e tyre me çdo kush, po pastaj t'ju a bëjnë çmimin këtyre oligarkëve sa më të lartë, t'ja bëjnë çmimin Paris. Të merren me parin, shkojnë te kryetari i komunës dhe t'ia gjejnë shtëpinë atij. Dhe t'ja bëjnë atij çmimin. Shkojnë te kryetari i këtij hipotekës, nëse ky ka bërë padrejtësi, dhe t'ia kërkojnë çmimin atij, sepse shteti nuk është në anën e tyre. Shteti shqiptar sot nuk është në anën e shqiptarëve. Shteti shqiptar sot është në anën e oligarkëve, është në anën e sindikatës ndërkombëtare të krimit. Shteti shqiptar sot është një palaço shtet. Ne na duhet kemi një shtet. Ne nuk duhet të fajsojmë shtetin për këtë, por duhet të fajsojmë ata që drejtojnë shtetin. Shteti ne na duhet, dhe na duhet i fortë, dhe na duhet relativisht i fortë, i konsoliduar, dhe na duhet një shtet që t'i shërbejë shqiptarëve. Nuk është faji i shtetit si koncept, nuk është faji i shtrëngesës. Shtrëngesa do të jenë gjithmonë. Faji është i mënyrës se si këta i përdorin shtrëngesat për
mbushur xhepat e tyre. Nëse mbushin xhepat e tyre, shkoni dhe merjoni nga xhepat e tyre. Përndryshe, do të vazhdoni të jetoni si sklever. Kjo është mënyra e vetme që ka mbetur shqiptarëve. Midis skllavërisë me tulla dhe me llaç, të cilën siç po e tregojnë ata ju marrin, kur do që ju teket atyre, kur do që ju shkrepet atyre ju marrin, edhe ato tullat dhe llaçin që keni ndërtuar, edhe ato lekët në dyshek që mendoni se do i keni për jetë, edhe ato ju marrin. Pra, zgjidhja për shqiptarët është të revoltohen ndaj kësaj padrejtësie që po merr për masa jashtëzakonisht shumë të mëdha. Nëse nuk revoltohen, nëse bien pre emisioneve të darkës, nëse dëgjojnë propagandë, nëse vazhdojnë dhe thonë që iku ky do të vijë tjetri, do të rregullohet çështja, ne do të vazhdojmë në këto kalenda pa asnjë lloj zgjidhje reale. Më vjen keq që jam i drejt për drejt, ndoshta shumë kujt i dukem radikal, por kjo është një zgjidhje racionale për sa i përket asaj që mendoj. Briti, faleminderit shumë për gjithë analizën që bëu këtu me mua në VIP Magazin, ishte kënaqësi si gjithmonë. Faleminderit. Faleminderit ju, kënaqësia ime.